Më djalë. E thot. Së më kërcen. Mirë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet. Jemi si gjithmonë me ju që na ndiqni kudo nga gjithë Shqipëria, por edhe nga diaspora, prandaj si gjithmonë çdo fillim puntate falenderoj të gjithë ata që na ndjekin nëpër Gjermani, Greqi, Amerikë, Francë, janë shumica prej tyre. Thash Itali, Greqi, Francë, Amerikë, këto janë shtetet e Gjermani. I përshëndes gjithë, janë rreth 25 deri në 30% e gjithë audiencës tonë dhe sigurisht pastaj pjesa tjetër, ajo që ngelet brenda trojave shqiptare, sigurisht edhe mos të harrojmë pjesën e Kosovës ose Dardanis, siç kam qejf t'i referohem. Jemi si gjithmonë me sponsorat e mi, sigurisht Go Plus, pija energjike më trendi në Shqipëri. Mos harroni të futeni te loja Go Plus, mjafton të merrni kodin i cili ndodhet këtu mbrapa. Dhe normalisht kush grumbullon 100 tilla dhe futet në shortem mund të ketë fatin që të fitojë një makinë Avatar 2 që vlen rreth 55.000 euro. Argjerë Ridonaldo që ndodhet gjithmonë pranë nesh. Sallamet tona me shije produkte të mrekullueshme. Në rasti konkret kemi zgjedhur vetëm produkte që janë ose viç ose pul, arsye do ta kuptoni pak sekonda më vonë, dhe sigurisht Kodigon dhe Juten, të cilët na suportojnë gjithmonë. Thënë gjitha kjo, dua të falenderoj të ftuarin tim i cili për surprizën time, unë kisha frikë t'i thoja që të vinte, edhe pse ishin personazh shumë popullor, shumë i afërt me njerëz, shumë human, nuk kisha merak, thoja nuk do më pranoj. Po ja që për surprizën time, njeriu kur tenton edhe mund dali pozitivisht, edhe për kënaqësinë time dhe tuaj, besoj eventualisht, Ahmet Kalaja, Imam Ahmet Kalaja në Flak Fare, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Është sigurisht se e thash, më surprizove Imam, po të referohem Imam, edhe pse dua të pyes më tej për diferencat e Hoxh Imam. Më surprizove realisht që pranove, në di që je shumë popullor edhe gjuha e komunikimit tënd është realisht shumë afër njerëzve, po që nuk e prisja që të vijë në një podcast kaq trend, po themi. Është kënaqësi që u bëra pjesë e podcastit tënd. Jo, unë nuk e kam, domethënë rëndësishme është të kem kohën në dispozicion, se pastaj vetëm po të jem lëvizje, por ndryshe e kam edhe unë me dëshirë, domethënë është kënaqësi edhe për mua, domethënë që të prezantoj, sepse është eksperiencë, provoj. Është një sfidë në fakt që ne kemi patur personalitete dhe personazhe të fushave të ndryshme, qoftë nga politika, po themi Tauland Balla, Lulzim Basha, por qoftë edhe nga arti, pastaj nga sportet. Domethënë kemi pasur dimensione të ndryshme njerëzish, po përfaqësues vetëm Hoxha nuk vetëm Hoxha nuk ishin, domethënë përfaqësues të Zotit. A mund të quhet një Hoxh një përfaqësues i Zotit? Është terminologjia e dur në kuptimin figurativ, po, domethënë sepse domethënë ai flet në emër të Zotit. Për këtë arsye domethënë njeriu që flet në punë të fesë do të jetë shumë i kujdesshëm, do të jetë shumë korrekt, do të jetë shumë i saktë. Nuk mund të flasësh me hamendje, se ai tjetri ty të merr siç e the ti, përfaqësues i Zotit, ai nuk e di që ti ke streset e tua, hallet e tua, problemet e tua, ai të merr ty si kur je zëdhënësi i Zotit në tokë. Prandaj dhe figura e Hoxhës nuk është e lehtë faktikisht ose imamit, nuk është e lehtë sepse ka barr mbi supe. Nganjëherë duket sikur është shumë kollaj, duket sikur është një profesion. Po faktikisht më shumë është mision se sa profesion. Se po ta shohësh si profesion, mbetet e ftohtë edhe kalon në autoritet. Në momentin që e sheh si mision, mbetet e ngrohtë dhe e kapshme nga të gjithë. E arritshme nga të gjithë. Dhe faktikisht ky është synimi dhe qëllimi, që njeriu të jetë i arritshëm nga të gjithë. Jo të jetë autoritet që duhet me gjetë disa linja derisa të arrish tek personi. Shkolla e gjen tek xhamia, e gjen tek supermarketi, e gjen tek shkolla, kudo, më thënë, është i kudo gjindshëm. Kjo është ideja. Shko, unë personalisht shpesh i pëlqej videot se janë vërtet vinë në një lloj forme shumë të kuptueshme, edhe shumë me nuanca komike ose humoristike. Pra natyrshëm vjen. Po, ka gjëra që vijnë ashtu, domethënë nuk është përgatiten përpara. Çfarë vjen? E kuptoj. Pa, qëllimi nuk është që ti të bësh batut. Ti bën batut sepse rrjedh biseda e tij. Për ta ekstensionuar ndonjëherë. Bravo. Ka ca gjëra që me të vërtet, nga që përsëritën shumë, thotë jo, si mbaron një këto, priti të ndrojë trendin. Po pra. Do ja ndron trendin dhe faktikisht jep efekt. Do flasim dhe për ato. Hoxhun po të shpjegoj. Imam, më fal, do të shpjegoj pak formatin. Edhe Hoxh dhe Imam. Hoxh do të thotë mësues fetar. Imam është ai i cili udhëheq një xhami.
Kështu që unë i kam të dyja, edhe hoxh fetar jam, edhe imam, kështu që po edhe Ahmed jam mbi të gjitha. Edhe Ahmed, sigurisht, mbi të gjitha Ahmed. Mbi të gjitha jam Ahmedi. Besoj se është Ahmedi që e bëri thjesht dhe hoxh dhe imam më tej. Okej, formatin po të shpjegoj, jemi nga salca më pak djegse deri tek shumë djegse, deri më tani. Është pak e ëmbël më duket, Ajo është pak e ëmbël, është e vërtetë. Është ajo sweet and chili që quhet. Ndërkohë që në fund pasaj është shumë djegse, ti ke gjithë drejtën e botës imam të dorëzohesh kur të duash, deri më sot i vetmi njeri që s'ja ka dalë është Stefi, e cili ka quar deri te 8 dhe tha tek e 9 dhe 10 nuk dua t'i provoj se më duken shumë djegse. Megjithatë, qëllimi nuk është që ti mbarosh. Jo, se kam problem me të drejtin. I ha djegset? Po, i kam qef. I ke qef djegset? Erzat i kam problem, erzat, si koncept, ndërsa djegset Okej, ato janë me bazë përgjithsisht le themi specash djegsh, ajo është baza e saj. Spec djegsh është baza e saj dhe janë speca djegsh të ndryshëm, varieteteve ndryshme. Okej, bujrum quhet salca e parë, nëse ke dëshirë ta provosh, mund të marrësh çfarë produkti duash, e shimë turshie nisi. Bismillah, po kështu hapet ora ishte po tani. Me vërtet jemi hoxhallar, po sa gjëra e dim nga ashtu. Nuk e di nëse ke prek ndonjëherë ose ke diskutuar, ku jam kurioz të di ç'ne në këtë profesion ose në këtë mision, se ti e the vetë që është një mision. Faktikisht janë dyshimet dhe dilemat e adoleshencës. Pra bëhet fjalë edhe nga viti 90, 91. Unë isha në gjimnaz, edhe sa herë kthehesha nga gjimnazi, kam qenë tip që merresha shumë me leximin, me studimin. Ngacmonin këto pyetjet, domethënë cikli njerëzor, i cili zhvillohet tek të gjithë njësoj. Po çfarë kuptimi ka jeta? Pra njeriu lind, fëmijë, pastaj i ri, pastaj burrnohet apo kalon në moshë le të themi gratë, grunohet, gruaja domethënë, pastaj plaket, pastaj vdes. Po edhe fëmijët e tij poshtë. Fjala grunohet. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Okej. Po kështu edhe etrit tan, po kështu edhe gjyshrit tan, dhe më dilet e gjëja pa sens. Për çfarë? Pse duhet të jetojmë përderisa është një cikël pa kuptim. Dhe kjo vazhdimisht më vriste në ndërgjegjen time, në veten time, kërkoja për një përgjigje tjetër. Në gjimnaz. Kishe këtë pyetje ekzistencialiste komplet. Absolutisht. Pse do ndodh kjo gjë? Përse, për çfarë jemi? A kemi një mision tjetër apo kaq? Nëse do të ishte vetëm kaq, për çfarë duhet të jetojmë? Falë, ti kishe një profil islamik, do me thënë, vje nga një... Absolutisht, unë vija nga një familje që normalisht në origjinë, i jenë time, pra nonën e babës, nëndajen, tezet, hallet, mamin, agjeronin, por ishte shumë fshehur azi, por nuk është se edukonin besim. Se po të kishin edukuar besim, nuk do të kisha këtë dilemë. Qartë, do kishe marrë përgjigje. E para, e dyta, unë domethënë kam studiuar kurrikulën e asaj kohe, që ishte gjitha nga klasa e parë deri në 8 vjeçare ka qenë atë kohë, ishte e gjitha ateizëm dhe feja shihej si një zakon prapanik, besimin në Zot e tjerë. Pra unë nuk është se kisha një tërheqje kush është e vërteta. Jo, pyetja ime ishte ekzistenciale. Ore, për çfarë jemi këtu? Çfarë kuptimi ka jeta e njeriu? Dhe kjo më brente vazhdimisht. I them një herë një shokut tim, unë shkoja në gjimnaz, ishim dy çuna pra nga Tujani, zbritshim çdo ditë, pra 2 orë. Kur vishim në Tiranë na mante 1 orë i çaj, kur shkojshim fshat 2 orë në këmbë. E bënit në këmbë? Normalisht sepse autobusat na leshin tek kafja Remës, pastaj pjesën tjetër do ta bëshim në këmbë. Dhe i them një ditë këtij shokut tim, ore thash, o Baçi thash, bashkim Baç. Thash, ore thash, a ma jep thash, më jep thash ato librat e tu ti lexoj një herë. Po më tha bashkimit, me dhe mi dha librat. Kur futa tek librat e bashkimit, pra këti çunë që studionte medrese, ka qenë medrese tek pazari, jo këtu ku është sot. Shoh ca gjëra që si kisha hasë ndonjëherë në jetë. Unë në natyrën time ka qenë shumë i prirur të zbuloj gjërat e pakuptimta, të shkoj deri në fund gjëra kam pas natyrë. Kam qenë i abonuar në revistat asaj kohe, Fatosi, Pionieri, Horizonti, Shkenca dhe jeta, pati dal disa numra. Pra isha tip që doisha gërmojsha. Kurioz. Kur shofun aty, domethënë tek librat, shoh disa gjëra që kisha dëgjuar ndonjëherë. Bota tjetër, ringjallja, xheneti, xhehenemi, parajsa, çado që mund bësh të ditë ke për dhënë llogari. Aty pastaj u mora goditjen. Thash prit se nuk çeka puna që u mbyll ka puna këtu gjithçka,
po pas ka dhe diçka. Domethënë aty mora shkëndijën, sepse ai libri që mora e trajtonte edhe pak tek pjesa shkencore, godiste pak teorinë e Darwinit e tjerë dhe kjo më dha sikur më shujti edhe disa përgjigje të mia që unë i kisha të pa diskutueshme nga ana, le të themi, shkencore, që kështu është nga majmuni, Zoti lindi si pasojë mos shpjegimit të dukurive natyrore, e njerëzit filluan besën. Po ishte ajo trendi, refreni që mësohej kudo, domethënë. Dhe e thyva atë, pastaj u interesova tek kushëritë e mia, ata shkojshin në xhami, ju mora ato, s'ka pas libra, domethënë bëhet fjalë 91-shin, u marr u shkruaj ato gjërat, pastaj shkoj për herë parë në xhami dhe kështu pastaj e lash gjimnazin dhe vazhdova me dresen. U fokusove tërësisht. E gjeta veten aty pastaj sepse domethënë filluan gjërat më kujtoheshin nëna që më thoshte ca gjëra kur kam qenë i vogël, më pati mësuar ca gjëra arabisht që si kuptoesha fare, po thjesht i thojsha për shembull, edhe fillova të bëj ndërlidhjen e gjërave. Pra gjeta veten. Po dhe gjysha ime kujtoi kur para se të flinte, për shembull gjithmonë bënte bismillahirrahmanirrahim. Po lexonte diçka, E mbaj mend dhe unë i vogël këtë gjë. Interesante. Salce dytë imam se më humbet. Mos na humbeti. Më humbet ritmin. Okej. Hoç kam parë një fenomen që kohët e fundit, të paktën në raport po themi me 10-15 vite më parë, në Shqipëri, po shoh që shumë të rinj kanë filluar të a djekin këto apo s'djekin? S'po më. Që ka tolerancë. Ka tolerancë. Ka mendim në Zotit o. Është tolerant, ta kishim ditë. Ja, e kishim përvëlluar që kishim thënë kështu nga kundër. Jo, tamam. Vetëm po t'i kthejmë kundër se këto janë salcat në fakt. Po shkoj një trend po thoja që shumë të rinj asaj nonës ti. Më thuaj po. Kishte dalë një plak e shkretat, nuk është speca djegës në pazar. Aq kishte, po shiste. Po nuk jam unë ky personi. Vjen njëri aty me mustaqe, i ardhur nga larg, shumë larg dhe lart. Oj, noni thot, a ke speca djegësa? Po i thot Erbir, ta ke jep një spec shumë jeshil. E merr. Jo, non thotë, desha djegës. Bitet e shkreta, me një tjetër që është jo jeshil, po si i zi. Pa kalun të skuqje. E thën nona, edhe ja bën një kështu. Ke pasur ta merroj. Miro bie ta provo këtë. E more si kishte dysh, krup. Jo, tha, du djegës. Pirë, një të morë një të kushe, na këtë, tha. Jo, tha, desha më djegës. Or, birë, tha, më ndalë me shi speca për njerëzit, tha, jo për lopët. Jo, do digjesh. Do digjesh. Unë nisa në fakt e bëra çik serioze, në fakt po realisht më kuriozon ajo pyetja. Po shikoj që vitet e fundit janë shtuar shumë, edhe tek të rinjtë shikoj, besimtarët tek Islami. A mendon se është ose më saktë pyetja është pse mendon se ka ndodhur kjo gjë, se unë nuk e vën diskutim që janë shtuar. Është thjesht pasojë një besimi, si nevojë apo është një trend, apo është një apo se s'ka zgjidhje. Apo se s'ka zgjidhje. Jo, unë mendoj që është trendi, në përgjithësi trendi botror është. Unë kam parë domethënë në statistikat e disa kompanive amerikane që flasin për konvertimet, thotë mesatarja nga vitin në vit për sa i përket domethënë rritjes së Islamit, jo thjesht konvertimet, rritjes. Pra, rritjes normatikës fetare është nga 1.5 deri në 1.9% në vit. Po, në vit. Ndërsa tek të tjerët ishte 0.5 deri në 0.7 në vit. Pra është trend jo vetëm për Islamin, është trend në përgjithësi. Pra njerëzit kërkojnë besim. Kemi një mikun tonë, i cili është doktor i shkencave dhe ka bërë doktoraturën për këtë temë. Pra njerëzit besojnë se e kërkon, si më thënë, është natyrshmëri, kërkojnë të gjejnë Zotin, apo se është trendi, apo se qefi që kemi ne shqiptarët, faktikisht kemi dalë nga komunizmi, është themi, njerëzit besojnë se s'kan të bëjnë varfërisë, gjejnë aty strehen, nga që problemet janë të mëdha dhe shkoj futit falmaj. Kjo faktikisht nuk funksionon. Ndonjëherë mund të ketë raste që njeriu mund të besojë për shkak të një fatkeqësie, për shkak të një dhimbje, për shkak të humbjes së një dashurie. Mund të ketë momente, por nuk është ky trendi faktikisht. Unë mendoj dhe besoj që është natyrshmëri. Ore njeriu, siç ishte ajo puna ime, do të thënë fillim fare. Ore njeriu mendon, vjen një moment që reflekton. Unë besoj që edhe rrjetet sociale kanë bërë punë shumë të madhe.
Domethënë kush do ta njihte Ahmet Kalan për shembull, po mos ishin rrjetet sociale, pra kanë bërë një komunikimi, ëh? Absolutisht komunikimi ka bërë një punë të madhe, po unë mendoj që edhe trendi shkencor në kohën që ne jetojmë nuk është më një trend përplasje me fen. Në përgjithësi është një trend që ecën paralel, pra nuk është se përplasim, faktikisht nuk duhet të ketë përplasje, sepse shkenca është prej Zotit, feja është prej Zotit, në momentin që përplaset ka diçka që nuk shkon në këtë mes. O shkenca nuk është akoma teori, po është hipotezë, o argumenti fetar është jo i saktë, ose i keq interpretuar, sepse logjikisht nuk duhet të ketë zicë mes tyre. Me shkencës edhe fesë. Të bëj për shembull në një moment avokatinë e djallit, për shembull, pse shkenca është e Zotit? Do të thonë ka plot njerëz që i përkasin komunitetit shkencor që thonë që s'ka asnjë lidhje Zoti ose koncepti i Zotit me shkencën, për shembull. Jo, ne themi shkenca, çfarë është? Shkenca është, le të themi, një mekanizëm, po të quajmë kështu, i cili zbulon ligjet e kësaj bote. Okay. Qoftë në fushën e biologjisë, qoftë në fushën e anatomisë, qoftë në fushën e universit, në gjitha fushat. Jemi këtu, deri këtu, okay. Patjetër. Sipas fesë, këto ligje kush i ka vendosur? Zoti. Atëherë duhet që ky që zbulon këto ligje mos përplaset me fjalën e Zotit. Se ne themi, kjo është fjala e Zotit e ardhur nga Zoti, ky është krijimi i Zotit i ardhur nga Zoti. Përse duhet bie ndesh? Nuk duhet bie ndesh. Në momentin që ka përplasje, do të kemi dy probleme. Ose shkenca është ngutur dhe ka dalë në përfundim para kohe, ose feja nuk është interpretuar ashtu siç duhet. Është problemi i interpretimit. Po, absolutisht po. Absolutisht po. Okay. Ka një linjë logjike në mes, domethënë që nuk duhet të ketë përplasje. Përse duhet të ketë përplasje? A është e Zotit shkenca? Po. A është feja e Zotit? Po pse duhet përplasen? Në momentin që përplasen, unë them prit. O shkenca është ngutur dhe ka dalë në përfundim para kohe për interesa të caktuara, që mund të jenë ku e diun se çfarë, ose feja po prap për interesa të caktuara, por për shkak të ignorancës është interpretuar gabim. E kuptoj. Se ndonjëherë ka pas raste të paktën në ekzistencën e njerëzimit, mund të marrim shumë referenca. Duket sikur përplaset. Për shembull, më e madhe që duket sikur përplaset është teoria e evolucionit. Ne çfarë themi për shembull? Ne themi hipoteza e evolucionit. Nuk është teori. Për shembull, me çfarë? Ja, për shembull, tu ka një përplasje. Me çfarë baze e thon? Prandaj thash, duket sikur përplaset. Cila është baza? Ti ke tre arsye kryesore që nuk mund ta marrësh të mirëqen teorinë e evolucionit. Vetë deklaratat që ka bërë Charles Darwinsi. I cili thoshte në momente të caktuara që na mungojnë shkallët ndërlidhëse. Ne themi që ishte një qelizor, shumë qelizor, pastaj amebat, amfibat, pastaj peshqit, pastaj betkocat, pastaj zvarranikët, pastaj kafshët, pastaj shpendët, pastaj gjitarët. Ai çfarë thoshte i shkreti? Ai thoshte na mungojnë hallkat lidhëse. 1. ADN-ja, problemi më i madh. 3. Fosilet. Ne e gjejmë fosilin ku e diun të një blete 40 milion vjeçare si bleta e sotme. Nuk është se ka ndryshuar për 40 milion vjet. Qartë, do ishte diskutim shumë i gjatë në fakt ky, po që dëgjoj, disi është puna, asnjëri prej nesh nuk është ekspert i fushës. Po qartë. Mund të flasim kështu gjatë gjithë. Po unë për veten tim jam shumë i qartë dhe shumë i bindur te kjo pjesa. Sepse duhet kishte patjetër shkencërisht vërtetim për çdo hall ndërlidhse të kalimit nga një shkallë në shkallën tjetër. Edhe pyetja e fundit, pse njeriu nuk po kalon më vëlla? Thuhet që skeleti i parë i njeriu është zbuluar para 4 milion vjetësh, ku e diun. Po pse s'ndryshon ky njeriu? Pse nuk eci? Po ka ndryshuar në fakt. Si ka ndryshuar? Njeriu ka ndryshuar, thon. Shkenca thotë që nga Homo erectus, Australopithecus, pastaj. Ajo është çështja e kapitullit ndërmjet mes majmunit dhe njeriu. Qartë, po njeriu ajo tregon evolucion. Ky njeriu që ne jemi sot. I njëjti skelet është gjetur në një, le të themi, në një moshë. Neandertali për shembull para 25000 vitesh për shembull, nuk është i njëjti skelet. S'ka ndryshuar për shembull. Jo, ka ndryshuar. Neandertali për shembull ka qenë më i shkurtër, më robust. Diskutimi është që nuk ishte këtë aftësi. Po mirë, një lloj ka dhe majmuni pastaj, syt këtu i ka. Jo, është një lloj. Po rëndësishme dua të them. Domethënë nuk ka pse mbeti evolimi këtu, okay. Pse mbeti evolimi këtu? Po mbase nga që hapësira kohës që ne jetojmë, kjo do ishte një argument kundër, domethënë. Për sa pak kohë kemi që jetojmë, nuk kemi në gjendje që të shikojmë një specie të evoluar. Ku janë ndërmjetësit tanë? Se ta kalon njeriu dhe u zhdukën. Pse nuk u zhdukën majmunët që ishin para ndërmjetësit tanë?
Nëse, thash pra që është Jo, e do gjë. harxojmë 1 orë gjys qofse do të hynim teorisë e evolucionit. Megjithatë, le të themi që shkenca e pranon, duhet ta pranojë ekzistencën ose ka plot shkencëtar që e pranojnë Zotin, ëh, ka dhe prot. Ka dyshim, nuk ka dyshim. Po dua të them me fjalë që vetëm për teorinë e evolucionit nga le të them 100% që kanë qenë akademitë botërore shkencore që e pranonin teorinë e evolucionit, vetëm Darwinianët 20% janë tërhequr. Po, në mënyrën e Darwinianit po. Po, 80%. Ai vetë thoshte. Po jo se s'besojnë te evolucioni. Po. Te evolucioni besojnë, po jo tek stili darwinian. Tek stili darwinian jo. Po, qartë. E rëndësishme. E treta. Më duket se kur them bismillah nika kjo. Më duket se e bën mute, e bën kështu pa zë. Te e treta. Po diçka duhet t'i japi. Tani edhe unë maj. Pastaj do bëjmë si gjyshja unë. Po, e maj qik vetën, unë tani s'du ta jap vetën. Është e sedra, është. Dha një gjë. Se ta e sedra e smur. Po, kjo që nga. Dora nga i shembulli. Doli. E treta dora nga shembulli, kështu që nga për njerëzit. Si është dita jote e organizuar imam? Se gjithmonë e harroj, e ngatëroj. Imam. Unë kur komunikova me ty, të kam shkruar diçka tek 7-8 mbasdite ose darkë dhe përgjigjja më ka ardhur, unë thash do ketë harru, po jo më ka ardhur në orën 1:10, 1:20 Sa të erdhi radha mesazhit. Erdhi radha mesazhit dhe foli me shumë mirësjellje, me shumë delikatesë, kërkove ndjes për vonesën dhe më sqarove se pse erdhi vonesa. Do thotë që palesa i zënie në komunikim. Kam shumë problem këtë, më ka bërë si smundi me thënë drejtën puna e mesazheve. Çka ke ti u skuqe fare? Çka ke u ndërzo? Asgjë emocionova. Emocionova. Miku duhet ta 40 kafshata mbrapa kafshatë 3. E kam smundje këtë pjesë me thënë drejtën. E kam smundje që kur shoh mesazhe që më kanë ardhur, unë nuk flej dot gjumë. Po përgjigjur? Po. Këtë e kam smundin, Zoti më fal. Do të thonë, le të themi kjo është një nga gabimet e mia që kam, nuk më flej. Po nuk e përgjigja të gjitha. Si ja bëj për Bajram për shembull. Për Bajram ose për festa që vin 5000 urime, unë kam shumë problem. Punën e gjumit e kam ato ditë 2 orë në ditë. Nuk mund të ri të kem aty të kuqe, nuk mund të ri. Patjetër duhet t'ia përgjigjem. Më ndihmojnë pak këto shkurtimet. Për shembull, ai thotë selamu aleikum wa rahmatullahi, unë shkruaj aty wa as, edhe i del wa aleikum selam wa rahmatullahi. Kam ca shkurtime që më ndihmojnë, por prap domethënë mbetet. Kështu që e kam si smundi këtë punën e mesazhet e përgjigjem. Përgjithësi nuk lej mesazh pa u përgjigjur. Përgjithësi. E kuptoj, mund të ketë një përjashtim të rrallë. Në përjashtim të rrallë. Atë konsumon? Kohë normalisht. Aspekte tjera, domethënë shpirtërisht, a lodhesh ti në rolin e figurës autoritare, jo në sensin negativ të autoritetit, po në sensin e forcës, që t'i japësh vazhdimisht të tjerëve. Unë mendoj që është e kundërta, domethënë momentin që ti beson se po bën mirë, po zgjidh halle, probleme, siklete njerëzish, unë besoj domethënë që Zoti ta kthen një forcë dhe një pozitivitet. Domethënë nganjëherë dikush më thotë si sulodhe për shkak se nuk më bën përshtypje më, domethënë më shkëty normalitet. Përkundra mos ti përgjigjem, më bëhet smundje pastaj. Se disi është puna vëlla. Për shembull, isha duke shkuar një herë në Kosovë, t'jap një rast ekstrem. Për Zotin. Isha duke shkuar në Kosovë, edhe më vjen mesazhi thotë, kishte vu pistoletën ai mbi jastik, tha hoxh, unë kam damë në të vras veten. I thash atij shokut që ishin bashkë tash ndaloj makinën, e kam marrë në telefon ndoshta 1 orë duke fol. Pastaj u habi tha, po çfarë pata burrë? Në problem shtëpie kështu, jam më tash edhe e tregova. Pra, domethënë ai mesazhi i neglizhuar mund të kishte marrë jetën e atij djaloshit të ri për shemb. Pra kësa raste ka tilla probleme familjare, probleme nga më të ndryshme, domethënë. Tani problemi deshëm apo s'deshëm, unë jam ekspozuar aq shumë, saqë shumë njerëz ndoshta edhe s'kan lidhje me fen, thon po ta pyesim mirë se mos na jep ndaj zgjidhje ky. A kupton? Kështu që ti je detyruar, unë jam pozicionuar kështu, domethënë nuk tjetërsohem dot. A mund të bëj që konsumi tepërt i energjisë me njerëz të tjerë të bëj të harrosh nga vetja, të harrosh nga rrethi më i afërt për shkak? Po. E kërcënon ndonjëherë apo jo? Po, s'ka dyshim, nuk ka dyshim. Po, ne themi kështu o vllajim që themi Zoti jep bekim.
logjikisht funksionon kjo që thua ti. Pra kështu është. Po Zoti më ta kompenson në formë tjetër dhe ti rregullon Zoti, si më thon, punët e tjera dhe ti edhe pse nuk je ndoshta aq shumë i angazhuar, ecin mbar gjërat vet. Okay. Sepse uratat e njerëzve, lutjet e tyre që ti u zgjidhi halli problem, është dikush që i menaxhon dhe ta kthen në një formë tjetër. Sigurisht. Tek e katërta Hoxh. Hajde të provojmë. Provojmë shitsin atë blersin e provojmë blersin e specave. No, vetëm mos bë hile Hoxh. Ja, mëson duket të fytyra ime. Kjo ishte e katërta. Bën me dorë apo s'bën? Tani e lypem. Bën me dorë. Unë për respekt më po. Po kur e ndjerë edhe këtu diçka. Po, s'ka dyshim. Shifet pa. Po kur ti personalisht ke nevojë të flasësh me dikë, ai drejtohesh vetëm Zotit apo një hoxhë tjetër? Në fakt kur kam bërë një bisedë me një profesorin tim, një psikolog, thash profesori thash po ti kur ke nevojë Po ti kur ke nevojë për psikolog. Ku shkon? Te psikologu tha. Kishte një shok psikolog i shkonte. Po imami ose hoxha ose figura fetare, përveç Zotit, apo e zgjidh vetëm atë komunikim? Jo, domethënë ka gjëra që duhesh patjetër konsultohesh. E Zoti na ka dhënë një shembull shumë interesant në Kur'an. O Muhammed, që ishte i dërguari i tij që fliste me të, konsultohu me njerëzit përpara se të marrësh vendime. Kështu që konsulenca nuk është ulje, mund të konsultohem me hoxh, nganjëherë do të konsultohem me një që s'ka fush lidhje fare me fushën e hoxhëliku, se mund të jetë halli i çunit në shkollë. Qartë, po sigurisht, me një profesionist e kisha më shumë në sensin shpirtëror, kur ke një ngarkesë shpirtërore. Se atje patjetër që Atëherë këtë e kam vetëm me Zotin pastaj, normalisht, domethënë shkarkim te Zoti kur i thon. Kurse në gjërat e tjera pastaj si të gjithë njerëzit. Nëse s'do ishe bërë një figurë fetare, çfarë do kishe zgjedhur në jetë bëshe? Unë kam pas një dëshirë kur kam qenë i vogël, kam pas 3 ëndra. Kur pyesin çfarë do të bësh, si pyesin kalamajt, thosha doktor, mësues, gjykatës. Po i ka të treja kjo brenda qiellit. Ka shumë i ka të gjitha. Do të ka qenë dëshira dhe kur pyesin kështu thosha. Pra doje të shpërndaje dijet e tjerët, doje të shëroje të tjerët dhe doje edhe ti bëja drejtsinë. Po ka shumë figura fetare, është një lloj forme. Sigurisht jo, faktikisht, domethënë ka shumë raste që ne bëjmë arbitrime, domethënë kur ka konflikte, bëjmë rolin e ndërmjetësuesit. Unë kam licencë ndërmjetësimi. Dhe shumë herë bëj rolin edhe të ndërmjetësuesit, pra bëj atë rolin e gjykatësit. Okay. Kështu që pjesa ka në Shqipëri raste të tilla që absolutisht e detyruar me ligj. Domethënë nga 2026 është e detyrueshme, ti nuk mund bësh gjyq pa shkuar një herë tek ndërmjetësuesi. Është e sanksionuar me ligj. Okej, se di këtë gjë. Po. Fillon tani pra. Po, domethënë ajo është, pa akoma nuk është me ligj. Nuk është sanksionuar kështu e prerë, domethënë. Pra ti nuk mund të shkosh në gjykat, po nuk patë një dëshmi që ndërmjetësimi ka dështuar. Edhe kjo do të jetë zgjedhje e madhe faktikisht, do të jetë lehtësim i madh për njerëzit. S'ka nevojë për seancë, s'ka nevojë për avokator, për gjë, ulet ndërmjetësuesi ngjon palët kur ka një farë besimi në njerëzit tek ai, sepse unë nuk mund të shkoj tek çdo lloj ndërmjetësuesi. Unë shkoj tek një ndërmjetësues që më qetëson shpirtin dhe them ora ky s'man me hatër askënd. Ta jap një shifër ekstreme që kam ndërmjetësuar. Po, më thuaj një rast. 2.100.000 euro. Sa? 2.100.000 euro. Konflikt mes dy ortakëve. I ke ndërmjetësuar, domethënë, po duhet kishte çështje mirëbesimin. Edhe ishte në rasti konkret. Të besuan 2.100.000 euro. Jo, nuk më besuan, por gjykova me styre, domethënë. Po pra, ma besuan si çështje. Po pra. Po. Ta pra. Kështu që edhe gjykatën e kjo është shifra më e lartë. Po ka edhe raste të tjera sa duhet. 10.000, 5.000, këto nuk diskutohen. Këto janë bërë punë toka, punë kufini, punë divorcesh, punë fëmijësh. Domethënë këto i kemi trashëgimie. I kalojmë domethënë. Po shkon, nëse është një mekanizëm për të zgjidhur konflikte të cilat mund të shkojnë, sepse ne kemi parë që edhe sistemi gjyqësor dhe i drejtësisë në tërësi në Shqipëri ka mangësi të mëdha. Pa fatkeqësisht edhe rastin e fundit që tregoi qartazi që është një sistem që do ka nevojë akoma për ndërhyrje. Po, ka nevojë. Operacion. Ka nevojë. Mu ftohesh shumë, mu ftohesh. Ç'mu ftohet më. Okej, këtu jemi këtë pjesa. Aty, po. Po kjo çfarë është? Apo djegse të gjitha. Tani. Mos kërko koment për çdo gjë. Me sallamet tona.
Jam, dakord. Po nuk është aq e pa menaxhueshme. Hoxha, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. I lyka nga 2 herë, më që ofendimi i bërin mes të emisionit. Unë supozohet se mbahen kampioni djegjes. Erdhi Hoxha, po tamam ka ardhur me bekimin e. Si thajta, mos e gjë Hoxhën ta vetëm për hyrë, dëgjoj edhe për 2 jo. Jo, tani është 3-0 për Hoxhën. Më pëlqen ajo kur e bën me njerëzit, 2-0 për Hoxhën. Kush është rasti më i çuditshëm që të kanë shkruar ndonjëherë? Rasti më qesharak. Që ke thonë, s'ka mundësi çfarë pyetje është kjo. Po ka shumë. Ka shumë, e di, se unë kam ti dhe ke lexuar disa që janë çuditshme fare. Po pra, domethënë aq shumë ka. Po ajo që tham më ra ç'a ishte në gojë kur ishte në agjerim. A lodhi. 1, 2, 3, 4, 5. I pëlqeu. Pastaj më i biçi kemi në kësa. Të pëlqeu ajo. Ta hap me vete. Atë ta hap me vete nëse do. Po. Ta fus në xhep kështu. Po ta jap. Ke ndonjë që të vjen për shkakun që të ka surprizuar më shumë apo nga që janë shumë nuk është se ke veçu janë shumë. Ai ishte për shembull në Ramazan që ishte tha, është tha, unë tha, kam dëgjuar ty tha që është mirë tha me hëngër hurma, për iftar ose për sefyr. Dhe unë tha hëngra 2 pako hurma. Ai kishte hëngur 2 pako. Tha valla, ne kemi thonë është mirë me hëngër ca hurma, po jam të kap diabeti me hurma. Me hëngër 2 pako. Po, të vesh. Ka nga më të çuditshme faktikisht, hallë nga më të ndryshme me thënë drejtën. Po tash pra janë shumë edhe shumë e vështirë me veçu diçka. Po problemet më të mëdha që unë has janë besytnit dhe problemet familjare. Ai shumë besojnë besytni, ëh. Duhet jetë pasojë që kemi një mentalitet paksa pagane në familje. Bravo, kjo është një, po edhe dytja, kjo shkëputja e ka bërë punën. E komunizmit e keni fjalën. Po. Ka bërë punën e vet, domethënë mbeti feja me domethënë transmetim gojor. Ti diskutojmë pak disa besytny që ti ndajmë mbase cila është më e zakonshme? Për shembull, pyesin për shembull, na ato na bën kjo me prethojt, me ula për filan ditë, me qep macja e zezë, kur thyet pasqyra, derdhet. Kur ta bën vesh i piu. Po. Ose a pse ka dhe për veshin se dia këtë? Për lemzë nuk e ke parë pyetjen e lemzës? Jo, s'më ka shkit. Po, thoshte kam dëgjuar që lemza kur të kap në filan orë ka interpretim tjetër, thashte po tallet. Si pas orës. Po, thashte po tallet. Edhe i them një çuni aty live. Thash hape pak Google-ën edhe shif interpretimi i lemzës. Ishte vlla në orën 6, nëse të zën lemza në orën 6 do të thotë kështu, nëse të zën 6:30. Vlla. Paska kjo një dhe problemet familjare, jeta familjare, jeta bashkërtore, vjera me nuse, nusja me vjerën. Ka nga më të çuditshme. A ka drejt ankohet nusja për vjerën, pse jo? Doktor vajta thoja. Pse jo? Doktor është. Pse jo? Pse? Pse çfarë është vjera? Vjera nuk është mami burrit? Po, sido qoftë puna dëgjoj, ka raste që kjo mami i burrit abuzon. E di. Abuzojnë shumë. Mund ka zënë kjo për shembull. E kam përmendur një mision tjetër, isha duke ardhur ditë rrugës, edhe më merr një gru. Ajo shketa po merrte disa herë, po kthesha përgjigjet. Edhe kur kthej përgjigje nuk përgjigjen. Pastaj e pash, thash pasa mor 3-4 herë, edhe e marrun në telefon. Po e bëj me viva voce. Gjata. Unë të ndjek ty vazhdimisht ta. Por tha, më ke mërzit shumë. Thash po pse? Se tha ta ti kin gjuhë vetëm nusën time, tha kur e ke dhënë përgjigjen. S'ke dëgju. Aja mendonte tani se ishte nusja vet. Ajo që kishte bërë atë pyetje që u isha përgjigj para 3 vjet që kjo e kishte dëgjuar. Ndërkohë ishte rasti i ngjashëm apo jo? Po të ketë qenë rasti i ngjashëm, kupton? Po tash bëj edhe ti mindon thash një pyetje. Edhe thash ne rregullojmë asaj nusës tate. Edhe mëshme. Çfarë po ndo? Cila është mosha mesatare me të cilën komunikon së tepër mi po themi. Sipas Instagramit dhe Facebookut 25-35 është afërsisht 50-60%. Pastaj 35-45 është 25%, pastaj ajo ka përshtypjen na ndodh të gjithë. Edhe e moshës ajo, është e moshës, sepse është përdorimi i teknologjisë. Përdorimi i teknologjisë. Ose edhe do me kam përshtypjen shumica emisioneve, shumica e kanaleve të komunikimit. Okej. E gjashta se je aq i chillosur, do thoshin në gjuhë angleze, aq chill. Më pëlqeu shumë kur erdhi imami më tha zero stres.
Atëherë kjo është e 6-ta, po do të hajsh edhe ti, jo vetëm unë. Bo, kjo ndan 2 pjesë valla. Shkriu djathin. Po unë Kjo shkriu dhe djathin. Baba, kjo po. Dogje. Këtu jemi të 6 apo? Sa mora shumë. Zot kisha marrë. Ba. Cili është mëkati jot i pafajshëm? Imam. Ke ndonjë mëkat të pafajshëm? Po mos ishim mëkatar, nuk do ishim njerëz. Kështu që është normale që njeriu të gabojë, të ketë momente dobësie, përderisa ai njeri do thotë se do të kesh momente. Kur them mëkati i pafajshëm? Po, kuptoj. E kam fjalën në një gjë të vogël. Kuptoj. Jo, a di kush është ajo që unë mendoj? Ndoshta njerëzit presin më shumë nga unë. Okej. Atëherë është mëkati i njerëzve, jo joti. Çfarë ke ti se presin më shumë? Pa në kuptimin, jo se ndoshta Do të thënë ti e ndjen si përgjegjësi faktin që si përgjigjesh do sa duhet. Ai është mëkati jote, e kuptoj. Çfarë ndodh për shembull ndonjëherë? Vjen dikush dhe kërkon ndihmë për shembull, po ne jo gjithmonë kemi mundësi të hapësirat. E kuptoj. Ai ka pritur që Ahmedi mos ta kthente në këtë rast, për shembull, sepse ai mendon se është i vetmi që vjen nga Ahmedi. Ndërkohë që Ahmedi i vjen për shembull në ditë 20 ose 30 veta ose telefonat ose mesazhe për probleme ekonomike. Ai mendon se vetëm ai ka hall. E kuptoj. Edhe më pat bërë një pyetje, më thonë, cila do të ishte dëshira jote? Që thash, nëse do kishe një dëshirë, çfarë do të zgjidhje? Dëshira ime do të ishte të kisha mundësi të mos ktheja njëri pa ju përgjigj kur ka hall dhe nevojë. Flas probleme ekonomike, shëndetësore, kështu gjërash. Kjo do ishte ëndra ime, domethënë. Pra, nëse do kishe një superfuqi, kjo do ishte. Po, do të kisha një mundësi mos të kthesha njëri mbrapsht. Okej. Sepse ai mendon që Hoxha do të më përgjigjet, do ta bëj një thirrje ke xhamia. Kujton se xhamia e ke pasi gjithë të prit Hoxhën. Kujt i japim sot? Po. Në fakt unë kam disa pyetje më vonë në lidhje me këtë gjë. Okej. Dua të pyes shkurt për to. Por e lyu prap. Ore, ç'a bëhet me këtë? Çfarë bësh valla? Kur themi ka vesh, Zoti i ka vesh jurë me i shtres mente. Nuk bëhet fjalë. O të se pa të mësu një pa të shku tek dentisti. Dhe kështë ngullë qipërën tek nervi i shijeve. Edhe nuk ndjesha... Shije? Një shije nuk e ndjesha. Një nga shije? Një nga shije nuk e ndjesha. Ta ëmblën kripur në këhume? Duke se humba të kripurën. Më e vështira. Po s'ka kuptim asgjë. E di si është puna, hajshe në atë kohë me menda, kupton? E disha që djati ka krip. E jemi që kripur shumë. Okej, të ushqimi si e, meqense je qefli, e ke, domethënë, më katon ngoj çik të ndonjë ëmbëlsirë kështu apo je kujdesshëm jena? Nuk e kam, nuk më tërheq. Ato ëmbëlsirat e vjetra më tërheqin. Ato llumat, po të kohës. Ke qef të llumat? Po, ato llumat më tërheqin. Si e thot dhe me fal. Revania. Je të sherbeti? Jo, pa sherbet. Si pa sherbet? Do revanin pa? Pa sherbet, ose me pak fare sherbet. Me pak fare? Po, edhe ato llumat me pak fare, nuk e dua shumë. Okej, e qartë. Po je tek baklavaja? Jo, s'kam. Nuk e qef baklava? Edhe akullore? Edhe akullore, po tjetë akullore kështu bio, jo akullore me ngjyra me kështu. Qa hobish ka imami jon? Çfarë? Futboll, ku diun, sporte, shak, piktur? Leximin, okej. Mini futbolli. Ke qef dhe të luash? Po, lozën, mbrojtje. Se po më lenë sulm, e humbe lojën. Mbrojtje, o topin o komën. Vetëm një imam nuk pret që t'jeti ashpër, e. Aty ndeshje aty s'palfa. Pra, luan futboll? Po, luan. Okej. Në më thonë, gjithashtu kam qef tec. Tec është? Lëviz në këm? Po, të lëviz në këm. Okej. Pavarësisht se kohët tani kanë ndryshuar, nuk në hepet fort mundësia. Po, ndoshta kjo është edhe nga e kaluara që kemi hetur. Që ke paset s'ka 3 orë në ditë. Po. 3 orë gjysmë minimalisht. Minimalisht në ditë. Nga ju që doni të bëni nga 10.000 hapa, sikur çfarë bëni, që 10.000 hapa janë 40 minuta eci. Përveç asaj, a ke shkuar, ke bërë ndonjë hiking ndonjëherë jashtë, domethënë organizoheni? Po, kemi shkuar. Edhe këtu në Shqipëri, domethënë me çuna, po edhe në Zvicër kur kemi qenë.
Okay. Edhe në Austri kur kemi qenë, edhe në Gjermani kur kemi qenë me çunat, domethënë kemi mbaruar për shembull ligjëratën, çfarë bëjmë, kemi kohë. Okej. Numri i të rinjve që marrin pjesë sot, ne folëm për Instagramin, në fakt që audienca që të ndjek është 25-34, por realisht nuk është se reflekton realitetin. Numri sot është më i lartë i të rinjve që ju ndjekin vinë në xhami apo mosha më të vjetra? Për këtë jam në përgjithësi janë moshat më të reja. Më të rejat janë. Mosha studentore është më shumti që frekuenton xhamin. Do të thënë xhamin së shumti tani e frekuentojnë studentët. Mosha studentore, po. Okej, që do të thotë që edhe brezi jon që jemi rrit, domethënë që kemi shkuar tani 40, 42, 45. Brezi jon edhe ka rini studentore. Po le themi që shumica që e praktikon i përket më shumë rinis. Po, për momentin është rinia, po, për momentin. Sigurisht ajo rini pastaj do jetë më e vjetër në moshë dhe do vi një rini tjetër. Jo, nuk e dim se si do të jetë më vonë, domethënë trendi, po me të shihet, domethënë vazhdimisht domethënë ka. Dua komentin tënd, në fakt kjo është pak serioze. Ekziston një shqetësim në Europë. Europa është konsideruar vazhdimisht si një djep kulture, zhvillimi teknologjik, mendimi filozofik e tjera me radhë. Ajo le të themi ka vendosur bazat si për Amerikën, si për Shtetet Bashkuara, si për Australinë, pastaj ka ndikuar edhe pjesë azjatike. Në një lloj forme duket sikur Europa, thelbi i të menduarit europian, i para 100 viteve e revolucionit, po themi teknologjik dhe i rilindjes moderne europiane, ka qenë esenca e të menduarit në shoqëritë të cilat kanë një standard të lartë i jetese. Sot Europa, në shumë diskutime që po bëhen, duket sikur është nën kërcënimin prej shumë europianëve e islamit. Pra, shtete si Anglia, shtetet nordike, Gjermania, po shikojmë raste që Berlini për shembull emri më i përhapur 2025 ishte Muhammed. Po një lloj dhe Londra. Po një lloj dhe Londra, po shikojmë që qytetet kryesore të vendeve nordike po kthehen së shumti islamike dhe sipas projeksioneve duket sikur në 2050 me shumë mundësi Europa do të jetë e dominuar nga njerëz që besojnë në Islam. A mendon se Islami kërcënon pikërisht atë që përshkrova, pra identitetin që e bëri perëndimin po themi të jetë ky që është sot? Unë mendoj se po kthehet haku tek i Zotit. Sepse ndërkohë që ne në Evropë kemi pasur Evropën mesjetare të errësirës, Andaluzia, pra Spanja, ka qenë djepi i shkencës dhe i dijes. Le të themi gjitha, origjinat e gjitha shkencave eksakte që ne kemi sot janë të marruara prej andej, e para. E dyta, kolonizimi i vendeve islame nga vendet europiane apo perëndimore, çojnë në atë lloj situate që këta njerëz t'i lejnë një stad që udhëheqësit e tyre të jenë shërbëtorët e tyre dhe jo shërbëtorët e popujve të tyre. Mirë po, çfarë ndodhi? Rritet standardi, rritet le të themi në të gjitha kuptimet e të jetesës, e kulturës, po edhe të shfrenimit, edhe të shthurjes. Tani nuk është problemi se këta po na vinë këtu. Problemi është se këta s'kan me çfarë ta mbajnë më vendin e tyre. Unë isha në Gjermani dhe po flisa me shok që jetojnë aty për 30 vjetësh. Tha, Gjermaninë po e mbajnë emigrantët rusë, fëmijët e emigrantëve rusë, fëmijët e emigrantëve turq dhe fëmijët e emigrantëve të vendeve të ardhur nga Afrika, nga Azia etj. Pra, problemi është se ai komoditeti i tepër, standardi i lartë, ndonjëherë të nxjerrë nga nevojat normale të jetesës. Do të thonë njeriu me 500 duke lëviz ndërkohë që s'ka fëmijë ose fëmia ka ikë diku tjetër dhe me një telefonat ky nuk është faji. Pra shturja thua e shoqërisë ka. Mendoj që kjo ndikon shumë. Pa nuk duket paradoksale, për mua më duket deri diku paradoksale, që ti shkon nga një shtet i caktuar, i cili nuk funksionon për arsyet që ti përmende. Unë besoj kështu, mund të jem gabim. Jo, që shkon nga një shtet që nuk funksionon tek një shtet që ti aspiron ti jesh pjesë e atij dhe kërkon që atë shtet ta përshtatësh si shteti nga i cili ti u largove. Jo, s'është kjo, nuk funksionon kjo. Jo. Unë për shembull kam parë në Angli për shembull. Në Anglia ka 3000 xhamia. Nuk kam parë atë që thuhet sheriati apo të bërtitet Allahu për në rrugë, secili shef punën vetë sapin e vet. Gjermania ka 2900 xhamia. Zhvillohet jetesa normale. Dhe mund të ketë le të themi debate, mund të ketë gjëra sepse edhe një autokton ku sheh që emigrantët po ecin kaq shumë, më thonë se ikën trunë, edhe thonë çfarë po bëhet shumë mirë. Ku po shkojmë ne, a kupton? Edhe dalin këto rrymat, le të themi, rrymat ekstremiste nga krau tjetër, të cilat thonë emigrantët duhet të po për shembull vetëm emigrantët sirian ka 6000 doktor sirian në Gjermani. Sikur vetëm këto 6000 të largohen, sistemi shëndetësor bie në Gjermani.
Vetë kancelari gjerman ka thënë këtë. Ne nuk do të largojmë gjithë si janë, ka thënë. Se ne nëse do heqim sistemin shëndetësor, e 6.000 nga sistemi shëndetësor bie çdo gjë. Pra nuk është vetëm shfrytëzim, edhe nuk është puna se këta që po shkojnë, po duan vendosin sheria atje, apo duan të batojnë fen maksimum. Gjithsesi cili jetën ti ke shqiptar për shembull. Unë kur kam shkuar në Zvicër për herë të parë ka pas 26 xhamia shqiptarësh, sot numërojmë 86 xhamia shqiptarësh në Zvicër. Mirë po gjithë integruar, gjithë me shkollë, gjithë duke ecë, domethënë nuk besoj se përbën le të themi një rrezik sepse ata e kanë kuptuar se si funksionon gjëja. Dhe është logjike ti shkon tjetrit në shtëpi. Në rastin tonë, këta emigrantë i kanë shkuar Evropës në shtëpi. Normalisht ti do të përshtatesh valla, do të ecësh. Pastaj feja ka dhe një gjë shumë interesante që nuk të detyron ty të jesh ky standardi. Bëj sa të mundesh valla. E kuptoj. Ec sa ke mundësi. Pa nëse nuk e bën dot gjithën, bëj gjysmën. Nëse nuk bën dot gjysmën, bëj çerekun. Po. Pra nuk është se feja të kërkon ty kët kallupin, po nuk qe ky kallupi sjella. Dil matan. Është vërtet. Okej, tek ku jemi? Tek 6-a e mbaruam tani jemi ke 7-a. 7-a. Hajde futet ti e pari këtë. Ja. Shoh si reagon ti. Mos ki mera. Po kjo duket si recel valla. Se duhet të qeshja tani. Kjo pasve kështu i lash dhëmbësh me. Vajta qesha në vajti munë. Aq më bëre o hoq. Po mos bjerë prej e provokimit, 100 herë të më thonë. Në di si më vajti? Të doli nga unda. Nuk ka problem se ndërpresim. Ua. Ha hoq. E fort. Përderisa këtë e kalu me sukses, tjera do i kalojmë lehtë fare. E di si më ka vajt. Ua. Unë qumësht? Kemi dhe qumësht është atish? Qumësht të ndihmon shumë, qose ke nevoj. Më thuaj? Nga pa pirë ti unë nuk pi. Unë s'kam pirë asnjëherë në këtë emision. Po të bëtëm sa keq më ka shkuar. Vajte më bëret të qesha në momentin më të papërshtatshëm. Më djalë. Me emocionoj, ka me në gjikë lotin miq. Ua. Në fort, kjo është ata që kjo me nëjën duhet shua e fundit. Apo e keni lënë vetë shtatën që mos shkojnë njerëzit deri në fund. Jo, ato kjo nga që bëhet shumë e fort dhe mësohet gjua dhe pastaj bie. Ua që më bëre. Pyetje halal apo haram, hoq? Hajde, bismillah. Ti jesh musliman praktikues. Ke emocionuar shumë. Ma nga vajt mu në humë. Ti jesh musliman praktikues, por duhan pirës i rregullt, halal apo haram? Në duhan është haram, po nuk të nxjerr nga feja. Okej, e pra, kjo është pyetja. Të gabosh vazhdimisht me idenë se Zoti fal. Halal apo haram? Haram, në kuptimin nuk mund të abuzosh. Jo, gabimi është njerëzor, po të gabosh me idenë që Po pra, kjo është abuzim. haram. Gënjeshtra e bardhë për mos i lënduar dikë, halal apo haram? Halal. Halal? Po. Kushti i vetëm, ma e vetëm në botë. O, qa më bëri për mund, 1-0 për Hoxhën. Po, më duket se ishin 3-0. 3? Ishin 3, tani u bë 4. Mos bëjnë. Jo, nga post... Pra, gjithë ideja e gënjeshtës. Shpo, kur e njem nga afër e do fort. Gjithë ideja e gënjeshtës është mos të dëmtosh. E kuptoj. Momenti që nuk dëmton, s'ka problem. Pra ti thua, mos gënje, për të dëmtuar dikë, ama nëse dëmton, madje ka një fjalë profetike që thotë, amon mos u emociono. preka, lese u preka. Kush gënjen në luftë thotë nuk ka gënjur. Se në luftë vëlla. Aha. Kush ka gënjur për pajtuar mes dy njerëzve nuk ka gënjur. Okej. Dhe kush ka gënjur bashkëshortin ose bashkëshorten nuk ka gënjur. Pa me kuptimin më mirë futi rend se sa çaj shkohën gjithë natën, pse e bone, pse s'e bone. Ke dhe bekimin e Zotit. Ai pra ti s'ke gënjur asnjëherë në jetë. Sa i vetëm luftë me bashkëshorten ka. Po çfarë ke? Mos ja merr në konsideratë se e ka nga djegja. Okej, të bësh mirë, por ta bësh për të duk. Haram. Haram. Nuk është problem Zoti, atë një që e bën diçka për të dukur.
Nuk me shpërblim. Nëse agjeron, por bësh nervoz dhe i pa drejt dhe arrogant, halal apo haram? Agjerimi vlen, ndërsa vepra është haram. Agjerimi vlen, pra pse i e bërë nervoz? Halal që agjerove? Haram se nuk e ke përmbajtur ashtu siç po. Përmirëso agjerimin. Gjithsesi. Marr parasysh nga ajo që unë mendoj se kam kuptuar për sa i përket mënyrës se si një musliman duhet të jetojë, që mendoj se për ulësia, modestia janë tipare të vlefshme të besuarit në islam. Halal apo haram? Të shkosh në xhami, të agjerosh, të bësh gjitha që supozohet se duhet të bësh, por ndërkohë të jetosh një jetë ekstravagante, një jetë luksi të madh, makina të shtrenjta, ora, rroba. E bukur, shumë e bukur. E rëndësishme është që ti këto gjëra të kesh fituar pastër dhe halal. Në momentin që je brenda halalit, nuk ka problem. Halal është. Okay. E rëndësishme burimi i fitimit të jetë i pastër. E kuptova. Kushti i parë, kushti i dytë, mos të kalojnë në shpërdorim. Tani unë bëj një pyetje këtu. Tani këtu na ngecet ti neve. Po. Mos kalojnë në shpërdorim, se shpërdorimi pastaj fillon është se mbase një makinë një 500.000 euro mund të konsiderohet shpërdorim në një realitet në cilin njerëzit për shembull kanë vështirë të nxjerrin muajin. Për shembull, unë s'ka punë me njerëzit kjo punë. Ka punë me ty. Me veten. E kuptoj, krahasimi është me veten. Për shembull, ti ke një biznes dhe je duke shumë mirë në biznesin tënd, ke me miliona. Çfarë problemi ka që ta marrësh me 500 mijë? Asnjë? A problem do të ishte të marrësh këtë, të marrësh edhe 2-3 tjera. Thjesht do të dalësh i herë në rrugë. Po zakonisht atë që ka atë 500 ka dhe një 2-3 tjera, domethënë përgjithsisht si do të kufia saj domethënë. E rëndësishme dëgjoj. Shpërdorimi të ta kthej unë pyetjen një lloj hoç. Ta jap në një formë tjetër. Zoti thotë. Nëse ke 10 milionë, do mos shpërdoroni. Hani pini dhe këndoni. Jo, hani pini dhe mos shpërdoroni. Okej. E kuptoj, te shpërdorimi e mirë. Edhe pse le çik të hapur atë të shpërdorimit. Është hapur sepse ndryshon nga njeriu në njeri. Varet çfarë quhen shpërdorim njëri varet. A është haram të dyshosh në Zot o hoç apo rruga drejt besimit të vërtet është rruga e dyshimit tek ai? Po. Është haram dyshimi? Është diçka që nuk kontrollohet nga njeriu. Aha. Dyshimi vjen si mendim. Po mendimi se kontrollon atë njeriu. Mendimi se kontrollon atë njeriu, kështu që s'ka lidhje me haramin dhe halalin. Është normal. Është normal. Okej, shtoj edhe një term tjetër. Unë ja dhash halal haram, shtoj edhe një normal. Është haram nëse ti gjërat e mira që bën brenda të jetuarit si një besimtar i bën vetëm nga frika e gjykimit, por jo nga dëshira jote e brendshme. Gjërat nisin nga dashuria. Pastaj vjen frika, pastaj vjen shpresa. Pra pikësynimi kryesor duhet të jetë dashuria. Okej. Pastaj duhet vi frika, po normalisht frika do se po mos ishte ajo frika çfarë na mban neve në kuptimin logjika? Nuk mund na mbaj. Logjika. Jo gjithmonë. Pse këto që po na rrjepin neve, çfarë po i mban pash Zotin? Asgjë si mban. Atëherë, po të besojte në Zotin se i di do dalin përpara Zotit do të japë llogari. Ti mendon se do të ishte kjo sjellja e tyre? Kurrë. Po mirë, të bëj një replikë tek ajo. Thuaj që nëse s'kemi frikë ballafaqimin me Zotin, atëherë mund të bëjmë çfarë do gjë. Edhe njeriu mund të ketë karakter, mund të ketë moral, mund të ketë edukat familjare që ndikon, mund të jetë rritur dhe edukuar mirë. Po unë po them se njëri i cili beson Zot, dhe beson se i di do dalet përpara këtij Zoti, unë mendoj se ky njeri nuk mund të jetë kurrë. E kuptoj. Sepse o vlla, por çfarë do i thosh Zotit bur? Ja hodhe filanit, ja hodhe gjyqit, ja hodhe gjithë. Pa ti nuk e dot më vlla. Sa i ta di shpirtin dhe zemrën. Po sa raste mendoj që një njeri që ka besim në Zot është shumë më produktiv. Po sa raste kemi parë për shembull njerëzish që kanë abuzuar, kanë mëkatuar dhe në një moment të jetës tyre kanë ndryshuar. Po shqyrë apo? Po pra, ti mund i bësh gjitha këto pastaj dhe pastaj të kërkosh falje. Jo, është vetëm një gjë që nuk bëhet me marrëveshje, sepse vdekja nuk dihet kur vjen. Kështu që ky njeri përderisa ju dha mundësia të pendohet, është okay. Ama që thotë njëri, unë po i bëj gjitha se pastaj të pendohem, kjo nuk funksionon. Nuk funksionon. Pse ti nuk e ke në dorë vdekjen se kur vjen. E vërtetë është kjo. Kështu që në momentin që ai pendohet, se më thon mua për shembull, o vlla thot pa aty në xhami kush nuk vjen, por le të vinë, unë shoqyr që vinë. Tani më mirë, mëkatar, gjinofçar, e ku dëgjon dhe vjen falet, inshallah i ditë, mi kohë kjo falje do ta bëj këtë njeriu, më dëgjoj çfarë po bëj unë. Për çfarë po falem një herë?
Okej. O burrat heq dorë nga këto për ka ndodhur, mua më ka ndodhur vetë personalisht. Një person kishte një ves caktuar. Edhe filloi 5 vakte të fale, biznesmen ishte. Edhe më ka biditë, thotë, hosh, thotë, nuk jam mirë, thashun pse? Thotë, unë, thotë, kam fillu afërsisht 1 vit, thotë, që falem, mirë, po thotë, nuk e lej dot x gjë, ves. Thashë, di si është puna, vlla? Ti e do këtë gjën, apo nuk e do? Thotë, me të thënë drejtën, ta s'kam qejf, po jam i tunduar, i lidhur. Mirë, thash, do të jap një zgjedhje. Po, thash, kur të bish me ballin sejdë, thojo, Zot, ma ftof këtë gjën, ma largo. Mo vonë e takoj, ha më i thashun, për Zotin ta mu ka ftof fare, tha. Në më thonë, kur do njëri ju, që i si dorë, pra, mund të ketë një moment reflektimi, për ati ishte kjo pyetje që thotë, nuk i push të gjëja, edhe po falem, edhe nuk po shkëputem. Pra ka momente nga këta le të themi ta harakatçit, që kanë edhe ato momente në tyre të reflektimit të burr. Një lutje, një lexim, një fjalë. Ore, di se më ka ndodhur për shembull shumë herë më ka ndodhur, më kapi njerëzit të hosh, ke marrë një hutbë sot, ligjërimi i xhumas. Ore, sikur ke fol për mua, mos ka thonë njëri që ta marrësh këtë hutbë. Të jap një shembull të fundit fare. Isha para 3 javësh kam marrë një hutbë për pijet alkolike. Mbaroj hutbë dhe vin 2 çuna më takojnë. Selam aleikum, selam. O, ta ke majtë dy hutbe sot ta, po thash, hajë, inshallah mirë. O, ta unë jam pronari një fabrike vere. Dhe unë tani për ta bërë lidhje kështu, thash, ky më tha majë hutben për ty sot. Thash, më pak jo, folë se të ta marrë me vete sot, krysin të qeshës, pas taj. Okej, tek e teta jemi. Ajde, e teta e vërteta, ishte e fjera? Dinamiti, po. Apo është e treta? Si të duhesh e vot? Ja, aty. Ti numrojmë? Kjo është, bismillah. Që mos tush se ke lyrë. Mirë, okej, dakord, ja. Që mos tush. Unë nuk dyshoj ke sinqeriteti jot. Nuk po qesh, të herën e kaluar, më morin qafë. Me sa duket amortizoj kjo. Ashtu është. Krijon një djegje të fortë ajo dhe pastaj këto vinë më përballueshëm. E përvallove jashtëzakonisht mirë këtë tetën, të shikoj që Ja, edhe ti, mashallah. Edhe unë. Nuk ishe keq. Po na ngrohu shumë ajo. Unë gjithmonë të shoh ty, kur ti reagon 70, unë reagoj 50. Kështu që ka të bëj dhe mosha, ha? Po, si. Po, a je i pasur ti hoç? Në shpirt jam i pasur, elhamdulillah, shikoj Zotit, kam 10 fëmijë. 10 ke? 10 fëmijë. Kështu që kjo është pasuria. Tani e bër dhe gjysh? Jam bërë dhe gjysh, po. Me Soheli. Të rroj, me jetë gjatë. Sot është shumë. E pash që e kishe hedhur. I pari? Po, i pari. Prerë pari. Po. Prerë pari gjysh. Më falë, çfarë moshe jeti hoç imam? Sa më jep ti një herë? Po, pra, kjo është. Për prit një sekondë, se ti më dhe informacion mua, prandaj mbase mund të Ja, pa u mendu, jepe kështu pam. Pam, 48-50. 28, tani ndahet 48, 45 apo 50? 48 deri në 50. 28 je? Të godita, po bëra llogari se më the në 91-shin kur isha në gjimnaz. Si u bë gjysh që 25, 91-shin gjimnaz. Po, 91-shin që në gjimnaz, prandaj arrita ta bëja. Si duket, si është evlati evlatit, mjalti, vërtet është. Shumë ndjesie të veçantë. Kjo është pasuria më e madhe për Zotin. Kjo është pasuria më e madhe që njëri të krijoj familje. 10. Po 10 është shumë. Nuk është shumë. Shumë është. Jam i ngopur për Zotin. Do akoma? Po më dha Zoti pore. Akoma. Pore. Pse jo valla? Është e vështirë në kohë moderne. Unë jam atë që thot populli, fëmijët rrisin njëri tjetrin. Është e vërtetë. Kjo është e para, e dyta, Zoti vetë thot në Kur'an që e kam garantuar unë thot furnizimin e fëmijëve. Kështu që unë në një moment, në një kohë që në të shkova tek fëmija i 9, tek i 10 më atëherë jam bërë me shtëpi private. Kam jetuar në apartament në 9 fëmijë. Në një apartament 96 metra katror. Me 9 fëmijë? Me 9 fëmijë. I bie ke jetuar një jetë modeste? Normalisht, pa du të them një fjalë që Zoti më i lehtëson punën, vlla, në atë formë që ti je i kënaq, je rehat, je mirë, di ç'është ajo zhurmë me kalamajve apo.
Ai rëmuje. Unë një kam, domethënë, po nuk e di. Unë dhe Joni kemi nga një. Sa vjeç e ke? 1 vjeç. Zotë e rujta, po mirë, ja akoma, është herë. Kam kohë, thua. Ke kohë. Unë me qef, domethënë edhe sot pritet sigurisht në një egzagerim, them kam qef të bëj 3. E ke përshtypjen konsiderohet shumë. Jo, e di si thuhet. Për standardet tona. Bravo, shkencërisht thuhet. 2 s'ke bër asgjë, 3 ke lënë diçka për njerëzimin. Po se burr grua 2. 2 fëmijë, domethënë ke shku barazim. Në sensin e zvendësimit të qartë. Po, duhet shtojmë dhe një që të ngelet diçka nga ne, si plus. Kurse unë xhamatit i kam thënë minimalja fillon me 4. Minimalja fillon me 4, pastaj kush ecën më shumë se 4, bravo. Një sekond imam, tani se ti ke bërë 10, i bie që nëse 10 fëmijët e tu bëjnë nga 10, jeni 100 njerëz më burr. Po çfarë ke më për këtë? 100 për mbesa. Po inshallah, po nuk do të thotë që ata të kenë të njëjtën mendje. Si e kanë? Se ata që të tërizu. Unë e vala njëri mali. Bravo. Ke nënda. Gajde. Mos shikon nga unë ti. E po përballova, shikon nga unë. Po u dogja unë. Jam mirë, domethënë, po nuk është se ajo shtata ishte si më... I bëjmë thirrje të gjithë të ftuarve që po kalu shtatën me sukses mos e vritim menin. Hoxh, a di ndonjë Barseleti se ne kemi traditë në flak fare gjithmonë tregon çdo i ftuar nga i Barselet. A të vjen ndonjë Barselet për shkakun? Di shumë. Di shumë. Ndonjë që mund thuhet. Apo të gjitha thuan? Të gjitha thuan, se kam kërceu. Ja, do ta them një për shumë që kujtohet. Me gjithme që di shumë. Barceleta dhe i përdor herë mas herë. Po, e kam parë. Po ta përdor një me profilin tim. Profilin e hoxhallarëve, se kjo është më e lezetshme. Tha një herë, tha hoxha, ju thot xhamatlive, se në xhami burrat falen vete, gratë falen vete. Thot, kush është burr për jush që nuk e dëgjon gruan, thot të ulet. Kush e dëgjon gruan, thot të rinë këmbë. Dhe i pari që çohet në këmbë ishte hoxha. Edhe gjithë xhamati shumë përveç njonin, ai ul. I tha pas ka burra kjo botë, tha, dhe shkon aty thot selam aleikum, aleikum selam. Thot bravo qofo, si ka arrit. Reo është vetë të më rinjova emri, tha gruaja, tha më put në gjujt. Më put në gjujt, tha rinjova emri, më put në gjujt. Si punë e lepërit me Luanin, kush është i fort mos lëviz sa lepërit i kishin rënë thikët. Po mirë hoxhë. Pse i them një herë hoxhë, një herë imam, nuk e kuptoj. S'ka problem. Të dyja janë okej. Cila është ëndra jote për Shqipërinë? Më bashku me Kosovën. Ke dhe ti. Të gjithë shqiptarët më duket se e kanë. Gjithë shqiptarët? Gjithë shqiptarët e Kosovës e kanë. Kush nuk e ka? Kush na pengon? Kemi qenë në një darkë me ish presidentin Alfred Mojsiu. Edhe u bë disa herë që ata organizatorët ngulin afër me të. Kënaqem kur i me të se është Babaxhan. Edhe ai është ortodoks. Edhe duke bërë muhabet, tregon në histori. Të vjetra është 96 vjeç, Zoti i dhon të ymër. Edhe tha, edhe mbahet mirë. Po, edhe më tha kështu. E ti tha kur do të bashkohet Shqipëria me Kosovën. Haj thash unë. Tha kur shqiptarët ta të nxjerrin atë që i thonë ju muslimanët ta shejtanin nga barku. Mirë. Kështu që kemi kohë. Gëzuar. Sa ndryshon një ortodoks, një katolik dhe një musliman në esencë? Normat e besimit, mënyra e besimit. Në esencë? Në thelb? Besimi ndikon shumë tek njeriu, në përmirësimin e tij. Çfarë do lloj besimi qoftë, domethënë. Nuk ka dhe paganizëm. Po edhe ata kanë ato normat e tyre, si më thënë, që pranon që ka të mira dhe ata. Unë mendoj që besimi është në përgjithësi i mirë për njeriu. Absolutisht po. Tani ka gjëra që janë përbashkëta të ngjashme dhe ka gjëra që janë pastaj
bëjnë diferencë, bëjnë dallimin. Po nëse je ateist? Mund të jesh njeri i mirë? Absolutisht mund të jesh, nuk ka tjetër. Nuk ka, shif, mirësia ka një po ta argumentojmë një fjalë shumë bukur profetike, që tha, më i miri në Islam është ai që është më i miri edhe para Islamit. E bukur. Pra, domethënë ka njerëz që janë shumë të mirë, por nuk janë musliman. Në momentin që këta shumë të mirë bëhen musliman, është perl, është kulminacioni i të mirës. Se puqet edhe ajo shpirtërorja, edhe materializmi, domethënë edhe sinkronizohen, domethënë në të njëjtin individ, në të njëjtin person. Kështu që nuk ka, domethënë mund të ketë absolutisht që ka, domethënë nuk ka problem. Pra nuk është besimi ai që të bën të mirë absolutisht. E kuptoj. As të bën mos besimi të keq absolutisht. Absolutisht po. E 10-a e vërteta. Ajo është e 10-a. Që mos akuzosh se mos nuk lyej. Da bëjmë me 2 me qeshtë. Ja, Se herë, si ta i da burri, ta i herë vdes. Pa, sa shumë e mori mërë burë. Ja, hiq qik. Shiko, burri një herë vdes, po mbas e vdis ka edhe më pak se. Mbas e vdis ka edhe më shpesh. Jo, po unë i kam këtu, nuk ka problem. Hoq, e kush është më toleranti deri tani? Nuk bëhet fjalë. Jo, edhe Florigjini ishte i fort. Edhe Gena, bravo. Që je në podium, nuk diskutohet, tani diskutojmë aje i pari, ai i dyti. Jasë zakonisht tolerant. I hake djekse të vërteti? Po, i haj. Është i pari. Ka ardhur me bekimin e Zotit. O vllai ka arrit 10 fëmijë në 96 metra katror, tani ka mbajt zhurmën e fëmijëve pa gjumësira, halle, viroza, gjëra, shkollra, shpenzime, kupton, do pyesi për 10 salsa. No, se 10 janë. A mund t'i duash të gjithë fëmijët një lloj? Jo, gjithsesi ka ato të vetën. Jo, për t'i dash mund t'i duash, po preferencë mbase mund të kesh çik më shumë njërin dhe tjetrin. Se ato duhet njësoj. Gjithsesi ka ato të vetën. Shiko, i forti e po loti doli. një lot të ka rrjedh. Ka tregon devocion. Me kë i ke më afër marrëdhëniet, me vajzat apo me çunat? Si i ke ndarë një gjinit? 7-3. 7-3. I ka nda Zoti. I ka nda Zoti, po, Zoti. Ndërmjet 5-0. Ore, vdes kur ja bën kështu 5-0 për Hoxhën. 7 goca 3 çunat ka dhënë? 7 çuna 3 goca, i ka dhënë Zoti. Kush janë më të mirë për prindrit, goca apo çunat? Në përgjithësi, gocat janë më të lidhura me baballarët, ndërsa çunat me nënat. Në përgjithësi kështu funksionon. Edhe këtu unë e njëjta gjë. Po mirë, si far, Hoxh, imam, je më shumë far dominante. Po djeg çika. Je çik far dominante të ngjajnë më shumë ty apo ngjajnë më shumë nga pala tjetër? Ç'ishte kjo far më valla? Si far. Po athe jam katunar, jam farë, nuk e hedhin farën. Kujt i ngjajnë më shumë? Më duket se kanë marrë kështu nga të dy. Mix. Unë mendoj që më gjaj mua për shembull. E mos jam mendon po të jetë një. Okej. Kush është njeriu që të kanë frymëzuar më shumë në jetë? Faktikisht, nëse do ta marrim, le të themi, nga bota shqiptare, këtu domethënë në Shqipëri, njeriu që më ka frymëzuar më shumë, domethënë në jetën time ka qenë Hafiz Sabri Koçi. Okej. Aty kam marrë atë frymën domethënë atë karizmën e gjës. Domethënë, unë mbaj mend kur mbante ligjërata Sabri Koçi, vllai ndiste sallën. Nuk ishte Sabri Koçi për shembull, ai ka qenë frymëzim shumë i madh. Okej. Madje ai ka qenë shkaku që ne shkuam në Siri, pastaj nga Siria në Arabinë Saudite. Ai domethënë ka qenë sebebi të them. Okej. Edhe raportet i kanë pas të ngrohta me të, shumë. Zoti mëshiroft. Ndërsa në botën arabe më ka frymëzuar prap një shqiptar tjetër. Është konsiderohet, le të themi, një nga hadithologët më të njohur të botës islame. Okej. Që do të thotë, kudo që të shkosh në botën islame, pytaj nga je, i thotë unë jam Albania. Ai më njëherë thot Sheikh Albani.
Sheikh Albani, pra dietar Albani. Ky ka qenë një dietar nga Shkodra, i cili ka emigruar për në Siri në kohën e Zogut dhe i është futur studimit atje dhe ka dalë, domethënë, ndër më të mirët në shkencën e hadithit, pra fjalëve profetike. Okej. Do të thotë që njeriu nuk ka lidhje Me qenë Shkodran tani i ban. po, ja. Edhe Po rrjet çiko. Nga emocioni. Dakor, mesazhi i fundit që ke për t'i dhënë rinis shqiptare. Mesazhi i fundit është pak i vështirë, po unë do të thoja që sa më afër Zotit, aq më afër njerëzve. Okej. Do të thonë njëri i cili zgjedh për rrugën e tij me qenë afër Zotit, kjo duhet përkthehet duke qenë afër njerëzve. Me këtë mesazh të bukur nuk ka domethënë. Unë duhet të falenderoj para se ta mbyll me imamin. Go Plusin, që ndodhet gjithmonë pranë nesh, urdhëro, piu dhe gëzuar të gjithë, mos harroni lojën Go Plus. Jute Credit sigurisht i cila mundson mos harroni 500.000 lekë me 0% interes, sallamet tona me shije dhe përbërës të ndryshëm, në rastin konkret jemi vetëm pul dhe viç. I thash gjitha? Po sigurisht, Argjendari Donaldo. Argjendari Donaldo që është një dhuratë për imamin, të cilën mund të hapësh më vonë. Dhe mos harroj, çfarë tjetër Lamion? Dhe Kodigon. Thënë gjitha kjo, Hoxh duhet të falenderoj ty për faktin që ishe kaq popullor dhe sportiv. Besoj se ke përcjell mesazhe shumë të mira, unë shijova jashtëzakonisht intervistën. Sotët në faleminderit. Turoj shumë suksese në gjithçka bën dhe mbare mirë në gjithçka. Amin, gjithë dhe bashkë. Miq, ju falenderoj të gjithë juve, mos harroni të na bëni follow dhe subscribe. Na ndihmoni për të viewer, për të prodhuar content. E gjeni lehtësisht, tashmë kanali YouTube-it nuk do të quhet më Flak Fare, por do të quhet Hoje Media. Aty do të gjeni edhe emisione të tjera, prandaj bëni follow në Flak Fare në gjitha rrjetet sociale dhe Hoje Media, Hoje si hoja e bletëve që mbledh si një ekosistem disa emisione bashkë. Duke ju falenderuar, takohemi puntatën e radhës.